Ke punuar në Shqipëri përpara vitit 2012 dhe tashmë je gati për të përcjellë kërkesën për pension në Itali? Kujdes të nderuar miq, pasi vitet e punës para vitit 2012 nuk janë të regjistruar në sistemin elektronik të sigurimeve shoqërore në Shqipëri. Në episodin e 5, pensioni Shqipëri dhe Itali, shpjeguar nga Teuta, do të shpjegojmë pikërisht mbi rëndësinë që ka plotësimi i kërkesës për pension me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe nga ana tjetër do të shpjegojmë të gjitha rregullat që duhet të keni në konsiderat për të mos humbur asnjë ditë pune të vlefshme. Të nderuar miq, sistemi elektronik i sigurimeve shoqërore në Republikën e Shqipërisë ka filluar nga 1 janari i vitit 2012 dhe para kësaj periudhe të gjitha të dhënat tuaja për sigurime shoqërore janë të dhëna që gjenden në regjistër, pra janë të dhëna manuale dhe nuk janë të dhëna elektronike. Kjo do të thotë që nëse juve do të përcjellni një kërkesë pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore në Itali ose si njohim ndryshe Instituto Nazionale di Previdenza Sociale ose INPS, qoftë për pension shqiptar apo edhe për pension italian dhe kur ju nevojitet edhe periudha e sigurimit në Shqipëri, juve në këtë rast duhet keni në konsiderat që t'jeni shumë të kujdesshëm me të gjitha dokumentat që ju dorëzoni, pasi në këtë rast INPS do të bëj një kërkesë pranë ISSH-s, Institutit të Sigurimeve Shoqërore, për të verifikuar të gjithë periudhën tuaj të sigurimit edhe përpara 2012-s dhe ISSH në këtë rast kontrollin do ta bëj në mënyrë manuale, që do thotë ajo do kontrolloj rast pas rasti të gjithë periudhën e sigurimit të qytetarëve shqiptarë. Ndaj të nderuar miq, duhet jeni shumë të kujdesshëm me saktësinë e dokumentacionit, me saktësinë e të dhënave dhe njëkohësisht me dokumentat që duhet të dorëzoni. Ju duhet të zotroni librezën tuaj të punës dhe nëse nuk e keni të mundshëm në këtë rast, kur juve të përcjellni kërkesën, duhet jeni shumë të saktë me datat ose me periudhat e punësimit dhe nga ana tjetër, duhet jeni shumë të saktë me të gjithë dokumentacionin, pasi mungesa e një sistemi elektronik do thotë që i gjithë procesi do të ndiqet në mënyrë manuale. Të nderuar miq, neve sot do t'ju shpjegojmë edhe një tjetër element të rëndësishëm. Neve në episodet e mëparshme shpjeguam që një qytetar shqiptar apo italian që të përfitojë një pension nga njëri nga shtetet ose nga Shqipëria ose nga Italia duhet të ketë minimalisht 12 muaj kontributiv ose një vit kontributiv. Dhe pyetja që neve do të trajtojmë sot është pikërisht çfarë bëhet ose çfarë ndodh në rastet kur kemi të bëjmë me qytetar që në njëri nga shtetet kanë më pak se një vit kontributiv. Atëherë të nderuar miq, për të gjithë qytetarët të cilët kanë më pak se një vit kontributiv në njëri nga shtetet, ata nuk do jenë përfitues të një pensioni në këto shtete. Por nga ana tjetër, duke qenë se ata plotësojnë atë kriterin e bashkimit të periudhave kontributive që do thotë kanë më shumë se një javë kontribute, kjo periudhë që ata kanë derdhur kontribute shoqërore, që do thotë është më pak se 12 muaj, shërben për bashkimin ose totalizimin e periudhave kontributive, por jo në këtë rast për përfituar një pension. Dhe për të marrë një shembull shumë të thjeshtë për ta bërë shumë konkrete ose shumë më të prekshme për juve. Nëse një qytetar ka për shembull 11 muaj kontribues në Shqipëri dhe në Itali në këtë rast ai ka 19 vite e 6 muaj kontribute, atëherë ky qytetar në Shqipëri nuk mund të përfitojë një pension pasi nuk e ka plotësuar kriterin për minimalisht një vit kontribut, por nga ana tjetër ai mund të përfitojë një pension pleqërie në Itali pasi bashkimi i periudhave kontributive 19 vite e 6 muaj në Itali plus 11 muaj në Shqipëri i totalizojnë vlerën që në këtë rast kemi 20 vite e 5 muaj kontribute, që do thotë ai plotëson kriterin minimal për të përfituar një pension pleqërie në Itali. Dhe në Itali ai do përfitojë pensionin për 19 vite e 6 muaj kontribute se ai ka derdhur në Itali dhe këto 11 muaj që ai i ka derdhur në Shqipëri do t'i shërbejnë pikërisht për bashkimin ose për totalizimin e periudhave kontributive. Kjo do thotë në këtë rast që qytetari mund të përfitojë pensionin në Itali. Të nderuar miq,
Ne do t'i shpjegojmë edhe një tjetër kriter, sepse neve thamë që qytetarit për të përfituar një pension në Itali, minimalisht i duhen 20 vite kontributive. Por në Itali kemi edhe një rregull tjetër. Qytetarit të cilët mbushën moshën 71 vjeç, që nuk gëzon një pension pleqërie, por gjithmonë në Itali, por nga ana tjetër ai ka paguar ose ka derdhur minimalisht 5 vite kontributive. Qytetari edhe nëse është një përfitues i pensionit social në Itali, ai ka të drejtë që kur mbush moshën 71 vjeç të mund të bëjë një kërkesë për pensionin e pleqërisë për këto 5 vite kontributive. Njëjta gjë ndodh edhe nëse ky qytetar jeton në Shqipëri, gëzon ose përfiton një pension shqiptar, por nga ana tjetër ai nuk ka mundur të marrë një pension pleqëri në Itali sepse ka pasur më pak se 4 vite, ndërkohë që ai e ka mbushur moshën 71 vjeç. Më pak se 5 vite. Atëherë, në tilla raste, kur ky qytetar ka më pak se 5 vite kontributive, ka mbushur moshën 71 vjeç, ai ka të drejtë të përcjellë kërkesën për një pension pleqërie pikërisht për këto 4 vite të tjera të kontributive. Në këtë mënyrë, marrëveshja mundëson që çdo qytetar të ruaj të gjitha kontributet e tij dhe njëkohësisht të jetë përfitues i kontributeve të tij. Të nderuar miq, ky ishte episodi yni 5. Neve shpresojmë shumë që me gjitha këto shpjegime që po japim për marrëveshjen, për zbatueshmërinë e marrëveshjes së pensionit me Shqipërisë dhe Italisë, të kemi ardhur vërtet në ndihmë dhe ju t'jeni edhe më të qartë me atë çfarë kjo marrëveshje ofron, që realisht është një marrëveshje që garanton shumë të drejta. Mbi të gjitha garanton të njëjtat të drejtë trajtimi si për qytetarët shqiptar edhe për qytetarët italian. Neve do të vijojmë edhe në episodin e radhës me shpjegimet për të drejtat, përfitimet, kriteret që ka marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë, në mënyrë që juve të keni një njohje të plotë të këtyre elementeve që ofron marrëveshja. Unë ju falenderoj që na ndoqët në mënyrë të vazhdueshme, ju ftoj të abonoheni në kanalin tim në YouTube të Utanunaj Kortoçi dhe njëkohësisht të lini pyetjet tuaja ose komentet tuaja dhe bëni like këtij episodi. Unë ju ftoj që ta shpërndani këtë episod dhe episodet e tjera në mënyrë që të ketë sa më shumë qytetarë që të jenë të informuar mbi të drejtat, përfitimet dhe gjithçka që ofron marrëveshja e pensionit mes Shqipërisë dhe Italisë, por nga ana tjetër edhe mbi të drejtat dhe detyrimet që ofron ligji shqiptar për sigurime shoqërore. Unë ju takim për episodin e radhës dhe deri atëherë, mirë takofshim.